Çfarë nëse gjithçka që të kanë mësuar për dashurinë është vetëm një përrallë e bukur, por e zbrazët? Çfarë nëse dashuria nuk është strehim nga dhimbja, as pasqyrë e dëshirave tona, por diçka shumë më e thellë, një thirrje drejt të bërit vetvetja plotësisht? Kultura jonë e ka mbuluar dashurinë me iluzione. Përralla romantike. Miti i shpirtit binjak. Ideja se dikush tjetër do të plotësoj. Këto janë qetësuese, po. Por janë gjithashtu helmuese për shpirtin. Të lënë në gjumë. Të shtyjnë drejt varësisë, dhe të mbrojnë nga e vërteta më e shqetësueshme. Dashuria e vërtet është një rrugë transformimi, jo një oazë komoditeti. Për Carl Gustav Jung, dashuria nuk ishte kur thjesht një ndjenje kalimtare. Ishte zjarri i shenjtë, një proces alkimik përmes të cilit individi pastrohet, sfidohet dhe zgjerohet. Ku të tjerët shihnin posedim, Jung shihte individuim të dukshëm. Ku të tjerët dëshironin bashkim, Jung fliste për diferencim. Dashuria, mësoi ai, nuk është shkrirja e dy gjysmave në një të tërë. Është bashkimi i dy individëve të plotë që zgjedhin të ecin krah për krah, duke mbetur të rrënjosur në të vërtetën e tyre të brendshme. Dhe ti, kur thua se kërkon dashuri, apo kërkon një njeri tjetër, apo veten tënde, të reflektuar tek ai? Jung e pa psikën si një peizazh të gjerë simbolik. Dashuria që të tërheq, pasioni që të kap, plagët që përjeton në marrëdhënie, këto nuk janë drama të rastësishme. Janë ngjarje psikologjike, rituale zgjimi. Ato sjellin në dritë hijen tënde. Thërrasin animën dhe animusin. Dhe zbulojnë pjesët e patakuara të shpirtit tënd. Duhet të pyesësh, a është dashuria jote strehim apo mask? A të kërkon të jesh vërtet medike apo vetëm të familiarizohesh? A është e vërtet apo është projekcion? Ky udhëtim fillon me atë përballjen mes asaj që dashuria imagjinohet të jetë dhe asaj që dashuria, në kuptimin e saj më të thellë jungian, vërtet bëhet. Nuk është mohim i romancës. Nuk është hedhje poshtë e bukurisë. Është një thirrje drejt autenticitetit. Sepse vetëm përmes dashurisë që qartë shihet, vetja mund të bëhet e plotë. Dashuria, siç mësoi Jung, nuk është destinacion. Është proces. Kryqëzim. Ftesë për të integruar kundërshtimet e tua dhe për t'u bërë më plotësisht vetvetja në praninë e shenjtë të tjetrit. Dhe tani, me sy të hapur dhe zemër të zgjuar, le të fillojë udhëtimi. Shenja e parë, dashuria nuk posedon, ka një dashuri që kap dhe ka një dashuri që liron. Shumica e njerëzve e ngatërojnë të parën me atë të vërtetën. Thonë, të dua. Por ajo që nënkuptojnë është, kam nevojë për ty. E mbështjellin dashurinë në gjuhën e devotshmërisë, por ajo që fshihet poshtë është frika. Frika nga humbja, frika nga vetmia, frika nga e panjohura. Dhe kështu kapin fort, duke besuar se sa më i fortë të jetë grushti, aq më e fortë është lidhja. Por dashuria e vërtet, siç kuptohet përmes lenteve simbolike të Jungut, nuk është grusht i mbyllur. Është dorë e hapur. Jung e kuptoi se ajo që shumë e quajnë dashuri është thjesht lidhje emocionale, një projekcion i plagëve të brendshme dhe nevojave të paplotësuara mbi tjetrin. Posedimi nuk lind nga bollku, por nga mungesa. Nuk thot, të shoh. Thot, kam frikë se do të më lësh. Nuk rrjedh nga prania, por nga ankthi i mungesës. Të kanë thënë se xhelozia provon sa thellë dikush kujdeset. Se dëshira për ta mbajtur tjetrin afër, edhe përmes kontrollit apo manipulimit të butë, është shprehje e devotshmërisë. Por shiko më thellë. Posedimi nuk ushqen shpirtin. E mbyt atë. Dhe shpirti, mësoi Jung, mund të zhvillohet vetëm në liri. Sipas tij, dashuria që kërkon të posedojë nuk është dashuri fare. Është simptom e terrorit të egos përballë të përkohshmes, ndryshimit, humbjes. Dashuria e vërtet kërkon guxim. Jo guximin për të mbajtur fort, por guximin për të lënë të jesh. E njeh këtë dashuri kur e ndjen. Nuk ndjek. Fton. Nuk kufizon. Inkurajon. Nuk flet në ultimatume, por në besim. Dhe ky besim nuk është i verbër. Lind nga tërësia e brendshme. Në termat jungiane, kur dy individ janë ende të identifikuar me projekcionet e tyre të pavetdijes, kërkojnë ta zotërojnë tjetrin, duke besuar se marrëdhënia do të zgjidhë atë që është e pasgjidhur brenda. Por kjo çon vetëm në shkrirje, varësi dhe stagnim. Njëri bëhet roja, tjetri i burgosuri. Rritja ndalet, vetja zvoglohet.
Por kur dashuria lind midis dy njerëzve të përkushtuar ndaj individuimit të tyre, bëhet diçka e shenjtë. Secili bëhet dëshmitar i turburit të tjetrit, jo pengesë për të. Në një bashkim të tillë, nuk të kërkohet të zvogëlohesh. Të kërkohet të zgjerohesh. Mendo për një partner që feston vetmin tënde, që inkurajon rreziqet e tua krijuese, që kupton se distanca nuk do të thotë shkëputje. Ai person nuk ka frikë të humbast sepse nuk kërkon të zotërojë. Kupton se tërësia jote nuk është kërcënim për marrëdhënien. Është vetë themeli i saj. Carl Jung shkroi dikur, ku mbizotron dashuria, nuk ka dëshirë për pushtet. Dhe ku pushteti mbizotëron, dashuria mungon. Posedimi është pushtet i maskuar si dashuri. Por dashuria e vërtet nuk ka nevojë për dominim, kërkon të takoj, jo të zotoj. Dhe kështu duhet të pyesësh veten, dashuria jote a është zinxhir apo bekim? A burgos apo inspiron? A shtrëngon nga frika apo lë hapësirë nga besimi? Të duash dike me të vërtet është të respektosh lirinë e tij, edhe kur ajo liri sfidon ndjenjën tënde të sigurisë. Është të thuash, eci pranë teje, por nuk eci në vendin tënd. Nuk të plotësoj, as ti mua. Ecim si qenie të plota që zgjedhin njëra tjetrën lirshëm, përsëri e përsëri. Kjo nuk është dashuria e përrallës, por dashuria e vetdijes, çliruese, transformuese. Nuk është rruga më e lehtë, por është ajo e vërtetë. Shenja e dytë, ndiheni të plot, jo të paplot. E ke dëgjuar të thuhet se dashuria do të thotë të gjesh gjysmën tënde tjetër. Se diku atje jashtë është ai që do të plotësoj, pjesa e munguar e vetvetes së papërfunduar. Kjo ide është romantike, poetike dhe thellësisht mashtruese. Carl Jung e kuptoi rrezikun e këtij miti. Të kërkosh plotësim të tjetri është të hysh në dashuri jo si qenie sovrane, por si shpirt i ndar, i plagosur, i etur për shpëtim dhe i pavetdijshëm për tërësinë e tij. Kjo lloj dëshire nuk lind intimitet të vërtetë. Krijon bashkëvarësi. Dashuria e vërtetë nuk vjen nga mungesa. Nuk është kërkimi i një shpëtimtari as shpresa se tjetri do të hesh zbrazëtinë tënde të brendshme. Dashuria në formën e saj më autentike lind nga bollku. Nga takimi i dy njerëzve që kanë përballuar thellësitë e veta dhe kanë zgjedhur të ndajnë udhëtimin nga një vend i integritetit të brendshëm. Koncepti i Jungut për individuimin flet drejt për këtë. Individuimi është procesi i turburit i plot. Jo i përsosur, por tërësisht vetvetja. Është një rrugë vetzbulimi ku përballon hijen tënde, integron kundërshtimet e tua dhe rikthen pjesët e vetes që janë dëbuar. Derisa ky proces të fillojë, shpirti mbetet i copëzuar dhe marrëdhëniet bëhen pasqyra të atij copëzimi. Kur dikush hyn në dashuri nga zbrazëtia, partneri rrezikon të bëhet zëvendësues i punës së tyre të brendshme. Njëri shndrohet në kujdestar, tjetri në i varur. Nevojat ngatërohen me dashurinë. Dashuria bëhet detyrë. Dhe hapësira e shenjtë e intimitetit ndytet me kërkesën e heshtur, bëm të plot. Por dashuria nuk është spital. Është partneritet midis dy vetvetave të plota. Secili përgjegjës për plagët e veta. Secili i angazhuar ndaj rritjes së vet mund ta shohësh ndryshimin të ata që edhe në dashuri mbajnë qendrën e tyre. Nuk treten të tjetri as kërkojnë që partneri i tyre të fshijë vetmin e tyre. Mund të qëndrojnë vetëm pa u shembur. Mund të mos bien dakord pa u copëzuar. Mbështesin, por nuk shpëtojnë. Dëgjojnë, por nuk thithin. Në marrëdhënie të tilla, dashuria nuk është themeli që të mban në këmbë. Është hur midis dy kallajeve të forta. Secili sjell vetveten e plot në bashkim. Pasionet e veta, frikrat e veta, ëndrat e veta dhe heshtjen e vet. Nuk ka nevojë për posedim sepse asgjë nuk mungon. Nuk ka dëshpërim sepse asgjë nuk detyrohet. Ka vetëm zgjedhje e përditshme për të ecur bashk, jo nga nevoja, por nga liria. Jung paralajmëroi se kur presim që tjetri të na plotësoj, e kthejmë atë në projekcion të dëshirave tona të pavetdijes. E ngarkojmë me pritshmëri që nuk mund t'i plotësojnë. U kërkojmë të na prindërojnë, të na shpëtojnë, të jenë më shumë se njerëz. Dhe duke vepruar kështu, e shkatërrojmë vetë intimitetin që dëshirojmë. Pra, duhet të pyesësh, a e dua këtë person apo kam nevojë për të që të mbush atë që ende nuk e kam mbushur brenda vetes? Nëse dashuria të bën më të vogël, më të varur, më të friksuar për të qëndruar vetëm, nuk është ende e plotë. Por nëse dashuria forcon ndjenjën tënde të vetvetes, nëse mbështet pavarësinë tënde, nëse respekton vetminë tënde, atëherë është e vërtetë.
Kjo është shenja e dytë e dashurisë së vërtetë. Nuk të plotëson. Reflekton tërsinë që tashmë ke filluar ta pranosh, dhe nga ky vend plotësie, dashuria bëhet jo ikje nga vetvetja, por kthim në atë që është e vërtetë. Shenja e tretë, dashuria që të frymëzon të rritesh. Dashuria e vërtetë nuk të kërkon të mbetesh i njëjtë. Nuk të strehon nga ndryshimi as të mbështjell në stagnim. Dashuria e vërtetë, dashuria jungiane, nuk është thjesht balsam që të qetëson, por flak që të transformon. Dashuria në formën e saj më të lartë është pasqyrë. Por nuk është gjithmonë pasqyrë lajkatuese. Reflekton jo vetëm forcat e tua, por edhe hezitimin tënd, frikën tënde, potencialin tënd të papërmbushur që prej kohësh pret. Dhe duke vepruar kështu, të thërret të evulosh, të bëhesh më plotësisht vetvetja, të rrezikosh të bëhesh i plodh. Carl Jung mësoi se detyra qendrore e psiqikës është individuimi, procesi i gjatë jetës përmes të cilit një person bëhet vetja që ishte gjithmonë i destinuar të ishte. Individuimi nuk është fitimi i përsosmërisë, por integrimi i gjithçkaje që je, e vetëdijshmja dhe e pavetëdijshmja, drita dhe hija, e kaluara dhe e ardhmja. Nuk është vijë e drejtë, por rrugë spirale e tubërit. Në këtë udhëtim, marrëdhënia e duhur nuk e pengon rritjen tënde. Endes atë. Ai që të do me të vërtet nuk do të qetësoj thjesht pasiguritë e tua. Do t'i ekspozoj ato butësisht. Jo për të lënduar, por për të ndihmuar në shërim. Jo për të sfiduar vlerën tënde, por për të thirrur në dritë të vërtetën tënde më të thellë. Imagjino dy partnerë. Njëri ndjen një dëshirë të qetë për të shkruar, për të krijuar, për të shkuar përtej kufive të parashikueshmërisë, por frika e mban mbrapa. Tjetri nuk e hedh poshtë këtë dëshirë as nuk kërkon rezultate të menjëhershme. Përkundrazi, dëgjon, inkurajon dhe krijon hapësirë për zhvillimin e saj. Ky është partneritet i shenjtë. Kjo është dashuri ashtu siç e kuptonte Jung. Një partner i tillë nuk kërkon rritjen tënde për të shërbyer egon e tij. Nuk i armatizon plagët e tua, nuk e përbuz ambicien tënde as nuk ka frikë nga pavarësia jote. Përkundrazi, bëhet rojtar i tubërit tënd, duke qëndruar pranë teje, jo në posedim, por në prani. Mund të ndihesh i papërshtatshëm në këtë lloj dashurie. Dhe kjo nuk është shenjë dështimi. Është shenjë e së vërtetës. Sepse vetja nuk rritet pa u zgjuar. Rritet në tension, në zgjim, në fërkimin e butë mes të parit ashtu siç je dhe të thirrjes drejt asaj që mund të bëhesh ende. Jung e pa se çdo marrëdhënie është kryqëzim, një enë ku transformimi mund të ndodhë. Disa zgjedhin të mbeten në sipërfaqe, të rrotullohen rreth njëri tjetrit në modele të njohshmërisë. Por të tjerë, me ndërgjegje ose jo, hyjnë në zjarr. Përballohen me të vërtetën e asaj që janë. Sfidohen, nganjëherë edhe tunden, por dalin më të qartë, më të plotë, më të gjallë. Mund ta njohësh këtë lloj dashurie te ai që nuk të lë të fshihesh pas narrativave të tua të vjetra. Ai që sheh përmes mbrojtjeve të tua me mëshirë, jo me mizori. Ai që të kujton, kur ke frikë, se ke brenda teje një forcë më të thellë. Kjo dashuri nuk është e rehatshme. Është zbuluese. Pyet përsëri e përsëri, çfarë në ty është ende e pajetuar? Çfarë në ty duhet ende të zgjohet? Çfarë do të bëheshe po të ndaloje se i kuri nga vetvetja? Dhe kur e gjen veten në një marrëdhënie të tillë, kur lidhja nuk i zbes kajet e tua, por e mbreh thelbin tënd, po ec rrugën që Jung e quajti dashuri e ndërgjegjshme. Një dashuri ku të dy shpirtrat janë të angazhuar jo thjesht të jenë bashkë, por të bëhen. Kjo nuk është gjithmonë e lehtë. Rritja sjell konflikt. E vjetra duhet të bjerë. Iluzionet duhet të vajohen. Por kur të dy individët zgjedhin rritjen, zgjedhin të vërtetën, marrëdhënia bëhet më shumë se bashkim. Bëhet tempull. Carl Jung shkroi, takimi i dy personaliteteve është si kontakti i dy substancave kimike. Nëse ka ndonjë reagim, të dyja transformohen. Pra, duhet të pyesësh, a të bën dashuria jote më të vogël apo të bën më të guximshëm? A ruan atë që ishe apo zgjon atë që po bëhesh? Dashuria që frymëzon rritjen nuk është gjithmonë e butë, por është gjithmonë e shenjtë. Është zjarri i qetë që djeg iluzionin dhe lë pas arin e autenticitetit. Nëse ky udhëtim po të prek, mos harro të abonohesh në kanal. Kemi nevojë për njerëz si ti, ata që kërkojnë të vërtetën e thellë, jo vetëm sipërfaqen e bukur. Kliko butonin e abonimit dhe aktivizo kambanën që të mos humbasësh asnjë reflektim të ri. Bashkohu me ne në këtë rrugë drejt vetdijes.
Shenja e 4, pranimi i hijes dhe kërkesa për vetdije. Të duash vetëm dritën në dikë është të duash një gjysmë të së vërtetës. Bota të mëson të kërkosh për sosmëritë e partneri. Dikush i mirë, i durueshëm, i sigurt, për herë i gëzuar. Të thonë se dashuria do të thotë të gjesh dikë që të bën të ndihesh mirë, që nuk rrëzohet kurrë, që përshtatet me imazhin tënd të asaj që duhet të jetë. Por dashuria që përqafon vetëm atë që është e këndshme dhe e lustuar nuk është dashuri. Është projekcion. Carl Jung e kuptoi se çdo individ mban brenda vetes një hije, aspektet e fshehura të personalitetit që mendja e ndërgjegjshme refuzon t'i shohë. Këto janë cilësitë që të mësuan t'i shtypësh. Zemërimi yt, smira, turpi, frika dhe madje edhe talentet e tua të papranuara. Hija nuk është e keqe. Është e shtypur. Nuk është armike. Është pjesë e munguar e tërësisë tënde. Dhe ashtu si ti mban hijen tënde, po ashtu e mban edhe ai që do Jung mësoi se dashuria pa hije është iluzion. Kur bie në dashuri, shpesh bie në dashuri jo me personin, por me idenë tënde për të. Një projekcion i pavetdijshëm i imazheve të tua të brendshme. Projekton forcë aty ku ata ndihen të dobët, ngrohtësi aty ku ata ndihen të ftohtë, siguri ku ata ndihen të humbur. Ky projekcion ndjehet magjik, por nuk është ende dashuri. Rreziku është se kur projekcioni fillon të zbehet dhe patjetër do të zbehet, mund të tërhiqesh. Mund të ndihesh i tradhtuar, i zgënjur, i dekurajuar. Por faji nuk qëndron te personi, por te imazhi që vendosen mbi të. Të duash me të vërtetë është të tërheqësh projekcionin. Të largosh fantazinë. Dhe të takosh personin aktual që qëndron përpara teje. Kur kjo ndodh, puna e vërtetë e dashurisë fillon. Por këtu qëndron ndarja thelbësore. Dashuria e vërtetë nuk është durimi i hijes së pavetdijshme. Është kërkesa për vetëdijsimin e saj. Ekziston ndryshim i thellë midis dy llojeve të marrëdhënieve. Njëra është transformuese. Tjetra është neurotike. Në marrëdhënien transformuese, të dy partnerët kanë filluar punën e rëndë të vetnjohjes. Kanë parë errësirën e tyre dhe kanë marrë përgjegjësi për të. Në marrëdhënien neurotike, hija mbetet e fshehur, e mohuar, e papranuar. Dhe në këtë gjendje pavetdije, ajo bëhet armë. Kjo nuk është hije në procesin e integrimit. Kjo është dështimi i individuimit. Dhe dashuria e vërtetë nuk lind në tokë të tillë. Sepse aty ku mungon vetdia, mungon edhe mundësia e transformimit. Dashuria e vërtetë kërkon dy individ të ndërgjegjshëm që takohen si të barabartë në udhëtimin e tyre drejt tërësisë. Jo dy hije të panjohura që përplasen në errësirë. Pyete veten, a është personi përpara teje në procesin e vetdijes? A merr përgjegjësi për veprimet që dalin nga ajo errësirë? A është i gatshëm të dëgjoj kur i tregon ku po të lëndon? Nëse po, atëherë mund të qëndrojë. Sepse qëndrimi këtu është zgjedhje dashurie, jo detyrë. Dashuria e vërtetë kërkon kufi. Jo si mure që ndajnë, por si forma që mbrojnë tërësinë. Kufit janë shprehje e vetë respektit. Janë pohimi se ti e përgjegjës për vetveten dhe unë për veten. Se unë nuk do të pranoj si dashuri atë që është në të vërtetë mungesa e vetë kontrollit nga ana jote. Jung e pa qartë, aty ku nuk ka individ, nuk mund të ketë dashuri. Mund të ketë varësi. Por jo dashuri. Të pranosh hijen nuk është ta justifikosh atë. Është ta integrosh. Është të kuptosh se askush nuk mund të duhet plotësisht derisa të shihet plotësisht. Dhe kjo përfshin pjesët që u thanë t'i fshehin. Kjo është shenja e 4 e dashurisë së vërtetë. Jo pranimi i hijes së pandërgjegjshme, por kërkesa për vetëdijsim. Dhe aty ku vetëdia mungon, dashuria e vërtetë, transformuese, jungiane, nuk mund të ekzistojë. Shenja e 5 është më shumë se pasion. Shkëndija e parë ndjehet hyjnore. Takon dike dhe papritur bota shkëlqen më ndriçueshëm. Zëri i tij ndjehet i njohur, prania e tij e deshme. E quan kimi, fat, lidhje shpirtërore. Dhe ndoshta është. Por shpesh është diçka tjetër, një takim jo i dy njerëzve të plot, por i dy projekcioneve. Carl Jung vërejti se në fazat e hershme të tërheqjes romantike, ajo që bie në dashuri rrallë është personi tjetër ashtu siç është me të vërtetë. Përkundrazi, bie në dashuri me një pjesë të vetvetes që ende nuk e ke pranuar, një imazh të pavetdijshëm, një ideal psiqik. Jung i quajti këto imazhe të brendshme arketipike anima dhe animus. Anima është e brendshmja femërore brenda psiqikës së një burri.
Ajo është emocionale, intuitive, misterioze, shpesh shfaqet në ëndra ose në dëshirë të papritur. Animusi është i brendshmi mashkullor brenda psiqikës së një gruaje. Ai është i guximshëm, racional, autoritar, zë i bindjes së brendshme ose sfidimi. Këto arketipe janë të trashëguara, kolektive dhe thellësisht simbolike. Kur takon dike që rezonon me animën ose animusin tënd, ata të zgjojnë, jo vetëm në dëshirë, por në diçka më të thellë, pjesët e harruara të shpirtit tënd. Dhe kështu projekton. Sheh jo kush janë ata, por atë që ke dëshiruar. I kurorëzon me atribute që jetojnë brenda teje, por që ende nuk i ke përqafuar. Ai bëhet mbrojtësi i pafrikshëm. Ajo muza eterike. Por këto janë imazhe, jo individ. Kjo është arsyeja pse pasioni në formën e tij të hershme është shpesh kaq mbytës. Nuk është i rrënjosur në realitet. Është një takim psiqik, i pasur në simbolik, por i paqëndrueshëm në substancë. Dhe kur projekcioni zbehet, siç edhe duhet të mbetesh me personin e vërtet, të met, kompleks, njerëzor. Ky është momenti që shumë e quajnë zhgënjim. Por në të vërtet është ftesë. A do të zgjedhësh tani ta shohësh tjetrin qartë? A do të kalosh nga magjepsja të intimiteti? A do të lejosh që fantazia të tretet në mënyrë që dashuria të bëhet e vërtet? Dashuria autentike nuk e refuzon pasionin, por e transformon atë. Ajo që fillon në zjarr duhet të zbutet nga prania, durimi dhe vullneti për të parë, jo idealin, por individin. Vetëm atëherë dashuria kalon nga magjia te qëndrueshmëria. Ky kalim është i dhimbshëm. I dashuri bie nga piedestali. Pasqyra qahet. E megjithatë në atë çarje, diçka më e thellë lind. Fillon të lidhesh jo si mit me mit, por si shpirt me shpirt. Mendo për çiftet që mbijetojnë këtë kthes. Nuk kanë më nevojë që partneri i tyre të luajë një rol. Shohin përtej projekcionit dhe zgjedhin njëri tjetrin, jo për shkak të asaj që imagjinuan dikur, por për shkak të asaj që tani e dinë me të vërtetë. Këtu, dashuria bëhet çliruese. Anima dhe animusi nuk hidhen poshtë. Integrohen. Ndjenjat që frymëzuan nuk ishin gënjeshtra. Ishin udhërrëfyes, duke të çuar drejt diçkaje brenda vetes. Por tani, me projekcionin e tërhequr, je i lirë të takosh tjetrin, jo si fantazi, por si bashkëudhëtar. Dhe kjo është shenja e katërt e dashurisë së vërtetë. Nuk zhduket kur iluzioni zbehet. Nuk shembet në mpeshën e realitetit. Piqet, thellohet dhe fillon përsëri. Jo vetëm në pasion, por edhe në prani. Duhet të pyesësh veten, a e zgjedh ende këtë person tani që e shoh? A të zgjedh ende ai ose ajo ty? Tani që je zbuluar? Kur përgjigja është po, jo për shkak të fantazisë, por pas kalimit të saj, atëherë dashuria është bërë diçka e qëndrueshme. Shenja e 6, dashuria ka dimension shpirtëror. Ka momente në dashuri që nuk mund të shpjegohen. Një shikim që ndjehet i përjetshëm. Një takim që duket i parathënë. Një njohje e papritur më e thellë se arsyeja, se ishte menduar të gjeje këtë shpirt, jo nga aksidenti, por nga diçka e lashtë dhe e padukshme. Carl Jung nuk i hodhi poshtë këto përjetime si rastësi ose fantazi. I kuptoi si pjesë të një realiteti më të thellë arketipik, atij të mbretërisë së shpirtit. Për Jungun, dashuria nuk ishte thjesht psikologjike. Ishte shpirtërore. Dhe formën më të thellë të dashurisë ai e quajti hieros gamos, martesa e shenjtë. Ky arketip nuk ka të bëjë me bashkimin ligjor ose idealizëm romantik. Është simbol i bashkimit të brendshëm dhe të jashtëm, një konvergjencë misterioze ku dy të kundërta, mashkullore dhe femërore, e vetëdijshmja dhe e pavetëdijshmja, hynë në marrëdhënie kuptimplote. Është bashkim që pasqyron alkimin më të thellë të vetvetes, pajtimi i gjithçkaje që ishte dikur e ndarë. Kur dy njerëz takohen në këtë mënyrë, nuk është thjesht personale. Është e shenjtë, e ngarkuar me ndjenjen e të përjetshmes. Marrëdhënie të tilla shpesh fillojnë me sinkronicitete, paralele të çuditshme, ëndra të pasqyruara, një ndjenjë njohshmërie e paspjegueshme. Këto nuk janë rastësi. Jung i quajti sinkronicitete, ngjarje kuptimplote që tregojnë për një rend më të thellë të psiqikës dhe kosmosit. Për ty mund të ndjehet sikur universi konspiroi që të dy të takoheshin. Dhe në një kuptim simbolik, ashtu veproi. Por natyra e shenjtë e një bashkimi të tillë nuk qëndron vetëm te origjina e tij. Qëndron te ajo që kërkohet nga ti sapo lidhja fillon. Dimensioni shpirtëror i dashurisë nuk ka të bëjë me lumturi pasive,
ka të bëjë me pjesëmarrje të ndërgjegjshme në diçka më të madhe se vetja jote. Dashuria bëhet praktik, një veprim i përditshëm i pranisë, faljes dhe respektit. I dashuri nuk është më vetëm shoh. Është pasqyrë e evolucionit të shpirtit tënd, prania e tij zgjon jo vetëm dëshirën, por fatin. Të sfidon jo thjesht të ndjesh, por të bëhesh. Të nxit hijen tënde, dëshirën tënde, simbolet e tua më të thella. Dhe duke vepruar kështu, të imitojnë brenda vetes. Kjo është thelbi i Hieros Gamos. Jo për sosmëria, por transcendenca përmes ndershmërisë. Është shpalosja e ngadaltë së vërtetës midis dy njerëzve që shohin njëri tjetrin jo si posedime ose role, por si imazhe të shenjta të një tërësie që ende po formohet. Një dashuri e tillë kërkon për ulësi. E shenjta nuk zotërohet, ajo nderohet. Jung paralajmëroi se kur e shenjta keq kuptohet, ajo shndrohet në inflacion të egos. Prandaj dimensioni shpirtëror i dashurisë nuk përjetohet përmes fantazisë, por përmes disiplinës dhe përkushtimit. Dhe si duket kjo në praktikë? Duket si dy njerëz që mbeten të pranishëm jo vetëm në bukuri, por edhe në vuajtje. Që shohin konfliktin jo si dështim, por si inicim. Që shohin të partneri i tyre jo shpëtimtar ose armik, por një shpirt në të njëjtin pelegrinazh drejt autenticitetit. Mendo për çiftin që lutet bashk, jo domosdoshmërisht me fjalë, por me prani. Që ndajnë heshtjen. Që ëndërrojnë dhe reflektojnë. Që flasin jo vetëm për orare dhe detyra, por për simbole, kuptim dhe transformim. Në një bashkim të tillë, dashuria bëhet një enë e shenjtë, një vend ku hyjnoria flet përmes të përditshmes. Jung mësoi se rruga e shpirtit është rrethore, mitike, plot shenja dhe sprova. Kur dashuria hyn në këtë rrugë, ajo nuk është më një ikje nga jeta. Bëhet një udhtim drejt mistereve më të thella të jetës. I dashuri shndrohet në udhërrëfyes, bashkëudhëtar, një arketip i gjallë përmes të cilit kujton vendin tënd në modelin e madh të jetës. Pra, duhet të pyesësh, a e ngre shpirtin tënd kjo dashuri? A të hap ndaj mrekullisë? A të thellon besimin në atë që nuk mund të emërohet? Nëse po, atëherë po ec në rrugën e shenjës të gjashtë të dashurisë së vërtetë. Një dashuri që të i kalon personalen pa e mohuar atë. Një dashuri që e nderon si trupin ashtu edhe shpirtin. Një dashuri që kujton se e shenjta nuk është diku tjetër. Është këtu, në shikimin e një qenieje tjetër njerëzore, të parë pa iluzion dhe të mbajtur me respekt. Shenja e 7, të sfidon të bëhesh. Mund të dëshirosh një dashuri që sjell vetëm paqe, lehtësi dhe komoditet. Por një dashuri e tillë, megjithse e ëmbël, mund të mos prek kurrë thellësitë e shpirtit tënd. Dashuria e vërtetë, dashuria transformuese, nuk do të lejoj të mbetesh i pandryshuar. Do të përballë me veten. Do t'i trazoj ujërat e të pavetdijshmes tënde. Dhe duke vepruar kështu, do të zbuloj pjesë të vetes që mund të mos i kishe parë kurrë patë. Carl Jung e kuptoi se njerëzit me të cilët jemi më afër nuk zgjidhen nga rastësia. Tërhiqen nga ne dhe ne nga ata, sepse mbajnë pasqyrën e punës sonë të papërfunduar. Partneri nuk është thjesht shok, por pasqyrë. Përmes tij shfaqen pjesë të vetes që ndodhen pikërisht në nënvetdije. Modelet tona, plagët tona, rezistenca jon ndaj rritjes. Kjo është arsyeja pse dashuria, sado e thellë, rrallë është e qetë. Dhe pse marrëdhëniet më intime shpesh nxisin emocionet më intensive. Nuk është sepse diçka është gabim. Është sepse diçka po përpiqet të dalë. Jung mësoi se projekcioni është shpesh në rrënjë të konfliktit në marrëdhënie. Sheh te tjetri atë që ende nuk e ke pranuar te vetja. Një partner kokfort mund të pasqyrojë forcën tënde të papranuar. Njëri që është emocionalisht i largët mund të reflektojë dobësinë tënde të mohuar. Një partner që është i guximshëm mund të trazojë frikën tënde të fshehur për tu parë. Këto pasqyra nuk janë ndëshkime. Janë ftesa. Konflikti, pra, nuk është armiku i dashurisë. Është porta e saj. Tregon ku ende reagon nga frika, nga historia, nga skriptet e nënvetdijes. Është fërkimi përmes të cilit lind vetdia. Jo çdo mosmarrëveshje duhet të bëhet plagë. Por çdo moment i pakënaqësisë mund të bëhet mësues, nëse je i gatshëm të mësosh. Jung e pa marrëdhënien si kryqëzim të individuimit. Sa më e afërt lidhja, aq më i fuqishme nxehtësia. Por është në këtë zjarr që vetja e vërtet fillon të merr formë.
kur ti dhe partneri yt mund ta mbani tensionin, pa u tërhequr prej tij, pa u shembur në të, por duke e mbajtur atë me vetdije, atëherë dashuria bëhet diçka e shenjtë. Kjo lloj dashurie nuk kërkon për sosmëri. Kërkon të vërtetën. Nuk ka frikë nga biseda e vështirë. Nuk ikën nga heshtja ose trishtimi. Përkundrazi, kthehet drejt pakënaqësisë dhe pyet, çfarë dëshiron të rritet këtu? Dhe ti, a e sheh marrëdhënien tënde si guask mbrojtëse apo si tokë pjellore për t'u bërit? A ik kur gjërat ndjehen të vështira? Apo qëndron, i gatshëm të zbulohesh? Dashuria e qëndrueshme kërkon guxim, jo vetëm për ta dashur tjetrin, por për ta parë veten të reflektuar në sytë e tij përsëri e përsëri. Jo vetëm për të falur papërsoshmëritë e tyre, por për t'i përballuar të tua. Sepse në këtë lloj dashurie nuk je vetëm partner. Je pelegrin. Dhe rruga që ec nuk është gjithmonë e qetë, por është e vërtetë. Kjo është shenja e shtatë e dashurisë së vërtetë. Të sfidon, jo për të ndëshkuar, por për të zgjuar. Jo për të plagosur, por për të zbuluar. Jo për të mundur, por për të thirrur vetveten që ishe gjithmonë e destinuar të bëheshe. Përfundim, rruga e dashurisë. Dashuria nuk është destinacion, as posedim, as shkëndij kalimtare. Është rrugë e shenjtë, një që drejt përmes gëzimit dhe pikëllimit, dritës dhe hijes, iluzionit dhe zgjimit. Nuk bashkon thjesht dy njerëz. I thërret të bëhen. Jung e kuptoi se dashuria në formën e saj më të lartë nuk është fundi i udhëtimit, por fillimi i tij. Një marrëdhënie e vërtetë nuk ofron ikje nga vetja. E ndriçon vetveten. Nuk jep plotësim, por nxjerr copat e fshehura brenda çdo shpirti, duke i ftuar në kthim, në pajtim, në integrim, ke ecur tani përmes 7 shenjave të këtij lloji dashurie. Një dashuri që nuk posedon, por liron. Një dashuri që pranon hijen, jo si të med, por si pjesë e tërësisë së shenjtë. Një dashuri që frymëzon rritje, duke u bërë toka ku vetja jote më e thellë rrënjoset. Një dashuri që lëviz përtej projeksionit, duke parë qartë përmes mjegullës së fantazisë. Një dashuri që lind jo nga papërshtatshmëria, por nga dy qenie të plota që zgjedhin njëra tjetrën. Një dashuri me dimension shpirtëror, duke jehuar të përjetshme përmes enës së përditshmes. Një dashuri që sfidon dhe duke vepruar kështu, transformon. Secila prej këtyre shenjave nuk është kërkesë për t'u plotësuar, por pasqyrë për t'u shqyrtuar. Nuk janë rregulla, por ftesa. Dhe më e madhja e këtyre ftesave është ajo që të thërret nga brenda, drejt vetdijes, drejt mëshirës, drejt guximit. Të duash me të vërtetë është të shohësh me të dy sytë hapur. Të dëshmosh jo vetëm atë që është e bukur, por edhe atë që është e thyrë, dhe të thuash, edhe kështu mbetem. Është të ecësh me tjetrin jo në shkrirje, por në besim. Jo në kontroll, por në bashkim. Dhe ti, a je i gatshëm të ecësh këtë rrugë? A je i gatshëm të duash jo vetëm me zemrën, por edhe me shpirtin? Sepse në dashuri të tillë qëndron jo vetëm lidhja, por transformimi. Jo vetëm komoditeti, por thirrja. I dashuri bëhet jo vetëm shoku yt, por pasqyra jote, mësuesi yt, iniciatori yt. Dhe ti bëhesh i tyre. Ky është thelbi i dashurisë jungiane. Jo ekstaza kalimtare e pasionit, por puna e qëndrueshme e t'u bërit. Një dashuri që të kërkon të nxjerrësh gjithçka që je dhe duke vepruar kështu, të takosh gjithçka që janë ata. I plot me të plot. Drit me hije. Vet me vet. Tani ec këtë rrugë me sy të hapur. Duaj jo për t'u plotësuar, por për t'u bërë i plot. Dhe le të çojë dashuria jote, sa më shumë që zhvillohet, gjithmonë më afër të vërtetës së asaj që je. Kjo është dhurata e dashurisë së vërtetë. Dhe kjo është puna e saj e madhe. Nëse ky mesazh të ka prekur thellë, na ndihmo ta përhapim këtë zgjim. Abonohu në kanal dhe ndaje këtë video me dike që ka nevojë ta dëgjojë. Së bashku, po ndërtojmë një komunitet të njerëzve që kërkojnë dashurinë e vërtetë, jo iluzionin, por transformimin. Faleminderit që ishe këtu. Shihemi në udhëtimin e ardhshëm të shpirtit.